Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka lënë të hapur mundësinë për dialog me kryeministrin Edi Rama me qëllim diskutimin e ndryshimeve kushtetuese që synojnë krijimin e një sistemi me dy dhoma në Parlamentin shqiptar. Në një dalje për mediat këtë të martë, Berisha u shpreh se mbështet idenë për ngritjen e një senati, të cilën e cilësoi si një institucion që do të sillte balancën në qeverisje dhe nuk do të rëndonte buxhetin e shtetit. Tani nuk ka asgjë për prekje kushtetuta aty. Reformat janë, por në qoftë se është problemi për të përcaktuar senatin e rrugës në kushtetut, po, jam gati. S'kemi asnjë kompleks aty ne. Sepse besojmë që është një institucion i dobishëm dhe jo duke rënduar buxhetin e takspaguesve, por duke zvogëluar numrin e deputetëve. Sa i përket reformës territoriale, kreu i opozitës theksoi se nuk të pranojë asnjë propozim që çon në uljen e numrit të bashkive. Për bashkitë jo, nuk jemi për zvogëlimin e numrit. Më shumë më pak? Jo, unë them të jenë më shumë, por ne kemi vënë një kusht që është pranuar. Kushti ynë është që në Komisionin për Reformën Zgjedhore të jetë Odiri, në komision i pranishëm të ndihmoj, në Komisionin për Reformën Territoriale të jenë ekspertet e autoritetit e Kongresit të autoriteteve rajonale dhe lokale të Europës, pranë Këshillit të Europës. Kanë ekspertizën më të shkëlqyer, më të mirë në ndërtimin e pushtetit vendor. Në fund të fjalës së tij, Berisha nuk i kurseu akuzat ndaj kreut të SPAK-ut Altin Dumani, të cilat i quajti avokat të familjes së kryeministrit, duke përsëritur qëndrimin e tij kritik ndaj institucionit të posaçëm antikorrupsion.